Disa gjëra që e pengojnë hidhërimin. E para, që për çdo ditë njeriu të mendoj që nga fillimi i ditës për dëmet e hidhërimit dhe pasojat e hidhura të tij, si dhe për dobit nga lënia e tij. Kur të mendoj mirë për këtë, do ta bëj çështje fitimi dhe dështimi, sikurse ai i cili dëshiron të blejë një mall dhe mendon se cilat janë dëmet dhe dobit e tij. E dyta, të meditoj rreth saj se lënia e hidhërimit e zgjat jetën, sepse jeta e vërtet është jeta e kaluar në lumturi dhe kënaqësi, kurse jeta e kaluar në hidhërim është një pjesë e humbur. E treta, ta di se jeta është e shkurtër, prandaj mos ta shkurtoj edhe më shumë me hidhërim, humbje shprese dhe depresion. E katërta, durimi për këtë shkak dhe pejgamberi, paqja qoftë me të, ka porositur: askush nuk është begatuar me një dhunti më të madhe dhe më të mirë se sa durimi. Pra durimi është thesari më i madh në jetën e kësaj bote për njeriu. Për këtë shkak, ai duhet që ta ketë atë shoqërues të pandar. Për ilaçeve të dobishme së bashku me durimin është shpresa në shpërblimin e Allahut, nga që Allahu i shpërblen durimtarët dhe ata që e frenojnë mllefin me shpërblime të mëdha. Që e frenojnë mllefin, që u afalin të keqen njerëzve, e Allahu i do bamirësit. Do ta shohësh se në Kuranin fisnik shpërblimi i lënies hidhërimit është shumë i madh, sepse shumica e dëmeve që i ndodhin njeriut vijnë po nga hidhërimi dhe pasojat e shëmtuara të tij. Shtylla e mëkateve që bëjnë bijtë e Ademit janë hidhërimi, epshi dhe gafleti, pakujdesia. Hidhërimi e gërson shpirtin dhe prej pasojave të tij është vrasja, goditja, sharja, plagosja, burgosja, lidhja, ndarja, tallja, nënçmimi e të tjera. Për këtë shkak ka thënë se ai që është i hidhëruar i përngjan egërsirave. Ndërsa në momentin që ai pastrohet nga shpirti i egërsuar, ai fillon t'u përngjaj melekëve, angjëjve, dhe kjo arrihet veç pas një mundimi të madh. Kam lexuar se komandanti i forcave detare amerikane Miller ishte prej atyre që kishte marrë pjesë në luftën e dytë botërore. Në detin e Japonisë kishte luftuar me një marines japonez dhe kishte vrarë atë, pastaj e kishte burgosur dhe më vonë ishte liruar. E kanë pyetur një herë, si arrite në këtë grad? Ai u përgjegj: kam arritur në këtë grad vetëm pasi kam përjetuar nënçmimin e komandantëve të mi të forcave ujore në atë shkallë, sa që asnjëri nuk do të mund ta duronte. Mua më kanë quajtur dhel për dinake dhe gjarë për helmues, më kanë quajtur vjedhës, kurse unë të gjitha këto i përballoja me durim derisa arrita në këtë gjendje që më shihni. Tani nëse më ofendon dikush, nuk më bën përshtypje dhe më duket sikur po ofendon murin që është afër meje. Hatim me Tain e kanë pyetur se si u bë prijes i arabëve. Ai u përgjegj me 2 vargje në poezi. Kur e kam dëgjuar fjalën e ndonjë ziliqari, thoja nuk më ka për qëllim mua. Ata e konsideronin për ofendim atë, kurse nuk më bënte përshtypje as pak mua. Po thot, kur dëgjonte ndonjë fjalë për të, thoshte, ai nuk më ka për qëllim mua me këto fjalë. Kaloj fjalë e keqe dhe shko atje ku kanë shkuar ofendimet para teje. Le të jenë çështjet me kësi thjeshtësie dhe ashtu siç i ka përshkruar Hatimi, edhe pse i ishte në ignorancë. Kur të drejtohet ty dikush me ofendime të rënda, parafytyroje se ai i është drejtuar murit e jo ty. Imam Shafiu thot, kur flet me ndjelehti mos ju përgjigj atij, më e mirë për të është heshtja se përgjigja. Nëse i përgjigjesh, ja lehtëson atij, e nëse jo, ai vdes nga mërzia. Allahu i lartësuar thot, falja u atyre me një falje të bukur, bën durim të bukur,
distancohu nga ata në mënyrë të bukur. Falje e bukur, durimi bukur dhe distancimi bukur, e të gjitha këto janë ilaçe për hidhrimin. Durimi bukur është durimi në të cilin nuk ka ankesa. Distancimi bukur është distancimi në të cilin nuk ka ofendime dhe sharje. Dhe falje e bukur është falja në të cilën nuk ka qortim. Allahu i lartësuar thot: dhe kur atyre ju drejtohen ignorantët me ndonjë fjalë, ata thonë paqe. Edhe kjo është shërim për hidhrimin. Nëse dikush prej tyre shkruan edhe poezi kundër teje, ti thuaj paqe. Nëse shkruan kundër teje ndonjë shkrim të rëndë dhe ofendues, përsëri thuaj paqe. William James, një shkrimtar i njohur në lëmin e psikologjisë, thot: kur shkruajnë kundër teje në ndonjë gazetë, mos ja kthej asaj dhe mos ju përgjigj, sepse gjysma e njerëzve nuk e kanë lexuar atë. Gjysma e atyre që e kanë lexuar e kanë haruar, dhe gjysma tjetër do ta harojnë me kalimin e kohës, ndërsa nëse i përgjigjesh asaj, do të bësh që ata që nuk e kanë lexuar ta lexojnë atë. Ata që e kanë lexuar një herë do ta lexojnë edhe një herë, dhe kështu ti do të bësh shkak i përhapjes së saj. Prandaj shëroje sëmundjen që në fillimet e saj dhe mos u hidhro. Sikur të kisha në dorë këtë çështje, do të shkruaja në çdo zyrë, mbi çdo tavolinë, në hyrjen e çdo parku dhe tregu, në çdo semafor dhe në hyrjen e çdo universiteti, fakulteti dhe shkolle: mos u hidhro. E di se dëshpërimi dhe trishtimi janë prej pasojave të hidhrimit, dhe sikur të kthehesha edhe një herë tek ato që kanë kaluar, do t'ja filloja me librin mos u hidhro, e jo me librin mos u trishto. Madje kur e shkruajta librin mos u trishto, njerëzit më pyesnin: pse nuk shkruajte në lidhje me mos u hidhro? Disa madje më thonin: ne nuk dëshpërohemi dhe nuk pikëllohemi vetëm pasi jemi hidhruar. Pikëllohemi pse jemi ndarë nga gruaja kur ishim të hidhruar. Pikëllohemi pse kur ishim të hidhruar e lënduam një shok të mirë. Pra, hidhërimi në realitet është parathënie e pikëllimit dhe dëshpërimit. Nga përvoja ime që kam me shoqërinë, e kam parë se sa pasoja të rënda vijnë nga shpirtrat e egërsuar. Marrëdhëniet familjare, marrëdhëniet shoqërore, marrëdhëniet tregtare dhe marrëveshjet ndërkombëtare, të gjitha këto ngrihen mbi rregullin mos u hidhro. Sikur ne të praktikonim këtë rregull, do t'i merrnim vendimet duke qenë të qetë dhe kjo do t'i ndryshonte shumë gjërat. Mirë po problemi është se i hidhruari nuk e kontrollon veten e tij, sepse shejtani e ka sunduar atë. Për këtë shkak, në atë gjendje nuk i sheh gjërat ashtu siç janë në realitet. Hidhrimi është mbyllje e mendjes për atë dhe nuk ka ndarje në mbyllje, siç ka thënë pejgamberi, paqja qoftë me të, në një nga hadithet e tij. Gjatë mbylljes së hidhrimit, e shohim njeriu ndonjëherë të arrijë në atë gjendje që mos të di se çfarë vepron. Disa prej tyre kanë vrarë dhe kur i kanë pyetur kanë thënë: pasha Allahun, nuk e di se kam vrarë dikë. Kjo për shkak se ai është hidhruar dhe hidhrimi ja ka mbyllur shikimin, dëgjimin dhe mendjen e tij. Allahu na ruajt nga hidhrimi, sepse ai është prej gacave të shejtanit. Kam lexuar se një njeri shkoi tek Sulejmani, paqja qoftë me të, dhe i tha: më këshillo pejgamberi Allahut. Ai tha: mos u hidhro. Të njëjtën porosi përsëriti disa herë dhe më i zgjedhuri i krijesave duke thënë: mos u hidhro, mos u hidhro, mos u hidhro. Gjatë hidhrimit ki parasysh gjërat vijuese. 1. Largohu nga librat dhe shkrimet e ashpra, të cilat i kanë shkruar autorët e tyre në gjendje hidhrimi dhe me qëllim hakmarrje, sepse ato nxisin në shpirtin tënd hidhrimin dhe dëshirën për kundërpërgjigje. Përkundrazi, lexo libra të cilët autorët e tyre i kanë shkruar në gjendje kënaqësie dhe paqeje me veten dhe me të tjerët. 2. Qëndro me dietarët dhe me ata që kanë sjellë të mira,
sepse do t'i fitosh nga ata këto virtyte të larta si durimi, frenimi i mlefit, falja dhe toleranca, derisa të arrish që këto virtyte të bëhen shprehi dhe pjesë e karakterit tënd. 3. Në anën e kundërt largohu nga ata që kanë sjellje të keqe, sepse ashtu siç thuhet në fjalën e urtë, shoqëruesi të bën si vetja e tij. Madje ka mundësi që të fitosh nga ai ndonjë shprehi të keqe pa hetuar fare dhe pa vetdije, derisa të bëhet shprehi e jotja. Sjellja e mendjelehtëve është ngjitse një lloj si sëmundjet ngjitse. 4. Ulu për çdo ditë me veten duke medituar rreth fjalës mos u hidhëro dhe rreth dobive të saj, në mënyrë që ta fillosh ditën tënde me kënaqësi dhe qetësi, si dhe të kultivosh në vetveten kulturën e mos hidhërimit, derisa kjo të bëhet natyrshmëria jote dhe shprehi, të cilën ti e praktikon për çdo ditë. Kjo për shkak se ti nuk e di se kur do të nevojitet kjo cilësi, ka mundësi do të nevojitet në shtëpinë tënde, apo në zyrën tënde, apo në veturën tënde, apo në treg dhe në vende të tjera. Kështu që kur ajo të bëhet natyrshmëria e jotja, do të jetë shumë e dobishme për ty dhe do të mbrojë nga shumë gjëra të këqija. Prej urtësisë është që edhe të tjerët t'i këshillosh që të mos hidhërohen. Nëse e sheh ndonjërin të hidhëruar, këshilloje me fjalë të buta dhe me sjellje të mirë, po ashtu mundohu ti përmirësosh raportet e njerëzve dhe ti pajtosh ata që kanë mos pajtime mes tyre. E të gjithë këtë nuk do të arrish vetëm nëse je pjesë e moralit dhe e karakterit tënd. Një fjalë e urtë thot: ai që nuk e ka një gjë, nuk mund t'u japë atë të tjerëve. Ndërsa poeti thot: mos ndalo nga një vepër e pastaj të veprosh të njëjtën. Kjo do t'ishte për ty një turp shumë i madh. Me këtë do të bëhesh prej atyre që i pajtojnë njerëzit, duke praktikuar me këtë fjalën e Allahut të lartësuar. Në shumë biseda të tyre të fshehta nuk ka kurfar dobije, përveç kush këshillon për lëmosh, për ndonjë të mirë ose pajtim mes njerëzve. Po ashtu mundohu të lexosh rreth njerëzve të butë dhe të urtë dhe transmetoj këto gjëra edhe te njerëzit e tjerë, në mënyrë që t'ua tregosh dobit dhe urtësitë e tyre. Krejt kjo do të bëjë që këto virtyte të jenë shembull për ty dhe për njerëzit rreth teje. Do të nxisin që ti praktikosh ato dhe që të bëhen pjesë e pandare personalitetit dhe karakterit tënd në marrëdhëniet e tua me njerëzit. Kështu ti do të veprosh me gjurmët e tyre dhe do të udhëzohesh tek ato virtyte që i bëri ata të dashur te Zoti i tyre dhe do të bëhesh pjesëmarrës në karavanin e tyre me lejen e Allahut.